Numri i duhanpirësve ka njohur rënje në 2 dekadat e fundit, por sërish ekspertët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë thonë se bota është ende larg përfundimit të epidemisë së duhanit. Raporti i fundit i tyre ka nxjerrë në pa se aktualisht 1 në 5 persona kanë varësi ndaj duhanit. E përkthyer në shifra janë 1.2 miliardë duhanpirës në botë, nga 1.38 miliardë që ishin në vitin 2000. 493.000 duhanpirës mbi moshën 15 vjeç gjenden vetëm në Shqipëri, prej të cilëve 77.000 janë femra. Ekspertët kanë nxjerrë në pa se 21.4% e popullsisë shqiptare mbi 15 vjeç është konsumatore e duhanit, shifër kjo nën mesataren europiane, që është 24.1%, por mbi atë globale që është 19.1%. Për herë të parë, Organizata Botërore e Shëndetësisë raporton mbi përdorimin global të cigareve elektronike. Mbi 100 milion njerëz në botë janë tashmë përdorues të tyre, përfshirë të paktën 15 milion adoleshent. Ekspertët kanë vënë në dukje se në nivel global gratë po heqin dorë nga duhani më shpejt se burrat. Nisur nga kjo situatë shqetësuese e duhanpirjes, e cila është edhe shkaktare e 7 milion vdekjeve çdo vit, OBSH kërkon që qeveritë të forcojnë masat, të rrisin taksat, të ndalojnë reklamat dhe të rregullojnë produktet e reja të nikotinës. Vetëm veprimi i shpejtë, sipas ekspertëve, mund të ndalë këtë krizë globale shëndetësore.